Fëmijët që ushtrohen në aktivitete fizike nuk janë thjesht fizikisht më të mirë, por kanë edhe një shëndet të mirë mendor. Të rinjt që ushtrohen rregullisht janë më pak të prirur të kenë çrregullim humori kur rriten, thonë shkencëtarët. Ata kanë survejuar 800 njerëz për 4 vite, nga mosha 6 deri në 10 vjeç, dhe vunë re një lidhje të konsiderueshme mes aktivitetit dhe mirëqenies. Kjo është shumë e rëndësishme pasi sugjeron që aktiviteti fizik mund të përdoret për të trajtuar depresionin që në fëmijëri, thot autorja e studimit. Ajo thot se çdo aktivitet fizik duhet të shkaktojë gërsitje tek fëmia dhe për shpejtim frymëmarrje. Rezultatet janë botuar së fundmi dhe vetëm pak javë pasi Zvicra dhe Gjermania kanë ekzaminuar 6500 adoleshentë në lidhje me depresionin dhe sëmundjet fizike. Akademikët e Universitetit të Bazelit zbuluan se periudha e depresionit shpesh pasohet nga artriti apo sëmundje të sistemit tretës. Ata gjetën gjithashtu se të rinj që vuajnë nga ankthi kanë shanse të mëdha që të preken nga sëmundje të lëkurës.